Të fundit të qeverisë së tij ka një nxitim të llatarshëm dhe të çuditshëm nga ana e qeverisë Rama për të kaluar gjëra kaq të çuditshme si ky ligji për taksën për pronat e paluajtshme, nga ana tjetër është duke dhënë gjithë tokat e mundshme njerëzve të çuditshëm. E fundit ishte rasti që na ka kushtuar 2 kryebashkiak vlore të paktën, siç është 88 hektarëshi që na mori ky Ezeli Osmani, që e kanë emrat këto aktorët e telenovelave turke. Iglicarën kam në një lidhje të drejtë për drejtë, Atir të Hoxhën, gjithashtu. Mirëmëngjes të dyve, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit. Ne të fillojmë pak nga Cara, se dua të shoh ligjin kundër këtij projekt ligji për taksën mbi pasurinë e paluajtshme. Cili është qëllimi i vërtet i qeverisë Rama, ai që ende nuk po kuptojmë, siç ishte projekt ligji për zonat e mbrojtura, që në fakt përdhunoi dhe i hoqi mbrojtjen këtyre zonave? Flavio, faleminderit për ftesën dhe nuk duhet ndalim vetëm tek ky projekt ligj i ri i Ramës. Në fakt, në këto vite Rama ka treguar që shpesh bën ligje në favor të miqve të tij, kuptohet që është vetë mbrapa. Mos harrojmë që kemi disa ligje më parë dhe kemi disa, do të themi, asete publike të rëndësishme në Shqipëri, që janë dhënë pa paguar asnjë taksë, që është rasti i portit Durrësit. Mos harroj që kemi ligje siç është dhe janë krijuar dhe agjenci, siç është Agjencia e Investimeve Strategjike, ose siç e themi ndryshe AIDA, Korporata e Investimeve Shqiptare. Pra krijon institucione, krijon mekanizma, krijon ligje vetëm e vetëm për të përfituar para. Mos harrojmë që Rama ishte projektuesi i rilindjes urbane, ku u shpenzuar nga parat e taksapaguesve shqiptar 2.3 miliard euro për bërë ato sheshe që janë pothuajse ekstreme në gjithë Shqipërinë. Po të shohësh, pas vitit 2016, Rama ka bërë një ndërhyrje pikërisht për në këtë sektor, për të marrë ato që quhen pasuri publike, ka bërë ligje për të krijuar përfitime. Përse për këtë ligjit në fjalë, edhe ky ligj është në bazën e ligjeve të mëparshme. Pra, tani përgjen një mënyrë që përsëri jo vetëm të ndihmojë miqtë e tij, por barrën fiskale kuptohet edhe në qytetarëve. Tani ai thotë që nuk do të pagoni më sipas përfaqjes, po do të pagoni sipas vlerës tregut. Fillimisht kudo në Shqipërinë nxori dhe vlerën e tregut për çdo pronë, i rriti padyshim. Dhe kuptohet që do të ardhurat rriten. Kjo është normale. Por ama pyetja është, po si ka mundësi të jetë një kryeminist kaq barbar, do të thoya me qytetarët e tij? Pse të barbar? Se kushtetuta është e qartë, përpara ligjit janë të gjithë të barabartë. Pse dikush duhet të jetë dhe të paguajë pa taksa, dikush duhet të jetë pa taksa dhe mos paguajë, dikush qytetarët e tij të paguajnë. Dhe që në këto moment duket që Rama në këto moment nuk është shkuar në shërbim shqiptarëve, po është gjithmonë ka miqtë të tij. Përmenda portin e Durrësit, po tash si porti i Durrësit kemi shumë. Aq më tepër që ligjet, ajo që bashkë kemi diskutuar dhe në studio, për portet, për hapësirat publike, për çdo gjë, për agjencitë që unë përmenda më sipër, të gjithë kanë vetëm një drejtim. Të shkojnë tek miqtë e Ramës, kuptohet që janë shumë para, por shumë para. Flavio, dhe prandaj dhe vëmendja e të gjithë projektuesve të botës është kthyer nga Shqipëria, se është bërë një vend parase për fituar para qyr. Mos harrojmë që para disa ditësh tani shqiptarët e dinë të gjithë që doli pikërisht ai libri i doset shqiptare. Po janë 523 projekte. Flavio, të bëj një llogari shumë të thjeshtë. Të gjithë e dinë, ato që merren me këtë fushë, që minimum një projekt varion nga 1.5 deri në 4 milion euro. Bëjnë një llogari, s'po themi me 4, do të marrim një mesatare me 2. Në 523 për shumëzim për 2 bëjnë llogari vetë se sa miliard euro janë. Janë shumë para. Të cilat shkojnë vetëm për projekte, pa llogaritur vlerën e pronës që është shtetërore, pa llogaritur si do të jetë ndërtimi, pa llogaritur taksat e falura.